me të rinjtë të nxënës, po nga Malësia e Madhe, organizuar në tetor me mbështetje financiare nga Bashkia Malësie e Madhe në kujdesin e kryetarit zoti Tonin Marinaj. Unë jam Mirë Saramçi nga Gjimnazi Sherif Hoxha Kuplik. Të nderuar të pranishëm, një përshëndetje edhe unë në këtë event të veçantë kushtuar trashëgimisë kulturore të Malësisë së Madhe. Unë jam Isra Hysaj, nxënëse e shkollës Përgjoni Bajz. Sot nuk jemi thjesht për të ndjekur performanca artistike, por më shumë për të përjetuar një rrugtim mes brezave, ku kënga, vallja dhe instrumentet tradicional bëhen ura lirëse mes së shtuares dhe së agmes. Trashëgimia kulturore nuk duhet të mbetet vetëm kujtim. Malësia e Madhe është një nga zonat më të njohura në Shqipëri për fushën e ruajtjes së traditave folklorike. Eposi i Krishnikëve me këngët e Mujit dhe Halilit mund të jenë dhe zënafilla e grumbullimit të folklorit dhe trashëgimisë kulturore të kësaj treve, duke treguar në këtë rast nëpërmjet këngëve dhe zënafillën e kësaj treve. Të shkruash për kulturën malësore është e pamundur të mos përmendësh kolosën e këngëve lire nga Bajza, basen me të shkruar shqiptar, artistin e merituar, Luk Kaçaj, i vlerësuar pas vdekjes me titullin Nderi i Kombit. Një djalë që deri dje dëgjonte me kurreshti këngët e gjykimit të tij, sot merr llahutën në dorë për herë të parë. Një vajzë që ka parë vallet në festa familjare, sot hedh hapat e parë, duke e ndjerë ritmin si pjesë të saj. Kështu, trashëgimia nuk mbetet në të shkruarën, por kthehet në përjetim të drejtë për drejtë dhe të gjallë, brez pas brezi. Nuk është pak që nga Malësia e Madhe brenda 3 viteve, UNESCO të shpall 2 pasuri si trashëgimi të njerëzimit, xhubletën dhe llahutën. E gjitha kjo fjalë dashurisë për kushtimin të njerëzve të mirë malësor, ndaj ruajtjes në fanatizëm të vlerave tona, identitare, kulturore brez pas brezi. Që për vitit 2022, xhubleta është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO, në nevojë urgjente për mbrojtje. Së bashku me xhubletën në këtë listë janë përfshirë edhe artizanati në përgatitjen e saj dhe mënyrat e përdorimit, simbol i identitetit dhe trashëgimisë sonë. Juftoj të ndiqni një moment simbolik që përfaqëson vazhdimsinë e traditës. Xhubleta dhe tradita kalojnë nga lugtoria e nonaj tek fëmia i kopshtit të Bajzës. Atëherë ju jeni e nderuara lugtoria e nonaj. A jeni krenare që veshni sot xhubletën? Jam shumë krenare që veshin xhubletën. Kjo është xhubleta që u pranua në UNESCO bashkë me llahutën dhe jemi shumë krenarë gjithë Shqipëria. Por kam dëshirë që si llahutën ashtu edhe xhubletën ta trashëgoj në breza, që kurrë mos ndalohet, domethënë mos bjerë poshtë as llahuta xhubleta, por trashëgohet brez pas brezi që sikur se kjo vajza e vogël adora, të veshën dhe vajzat e tjera në shembullin e saj dhe të jetë një trashëgimi breznore për të ruajtur traditën shqiptare që tregon dhe që lidhet me të kaluarën dhe parëve tanë. A mund të jepni një mesazh domethënies për brezin e ri? Mesazhi është si për llahutën që unë mbaj në dorë, i ftoj të gjitha vajzat pa përjashtim, me dëshirën e tyre që kanë dhe të prindërve të tyre, që si xhubletën, ashtu dhe llahutën të bëhen një krah me mua, që kjo të trashëgohet dhe kur mos ndalet as llahuta, as xhubleta, por të jemi një të gjithë dhe të përparoj dhe tradita shqiptare dhe identiteti ynë të jetë gjithmonë i nartë manant, më thanë, i përpyrën. Faleminderit shumë për mesazhin. Si quhesh? Adorë, Në cilin kopshtje? në kopshtin e Bajzës. Si quhesh? Unë quhem Ana Maria Celaj. Në cilin shkollje? Vi nga shkolla Përgjoni Bajz. Faleminderit. Si quhesh? Unë jam Mirë Saramçi, nxënëse në Gjimnazin Sherif Hoxha Kuplik, dhe për mua është era disa që veshin xhubletën dhe me thënë të drejtën kënaqësia dhe gëzimi që vjen nga kjo veshje është i papërshkrueshëm. Faleminderit shumë. Atëherë le të përcjellim me duar trokitje të ftuarit tanë.
Ju faleminderit gjithëve dhe suksese, dhe inshallah brez mas brezit trashëgimia e Lahuzit dhe Xhubletës nuk ka për të rreshtur kurrë. Faleminderit. Edhe e gëzoshim titullin e Lahuzit dhe Xhubletës që pranon UNESCO. Ros Shqiptaria. Trashëgimia jonë kulturore ka në brendësinë e saj këngë, vallet dhe instrumentet të cilat përcillen bukur edhe gaturin dhe nxënësit e shkollave, dëshmitë të cilave do t'jetë ky program artistik që do shfaqet sot. Kënga Maja Krallu, si thirrje e shekujve të ekzistencës sonë, flamuri si dëshmitar i fitoreve, vadja si shprehje e gëzimeve, do fillojmë këtë program me performancën e nxënësve të Gjimnazit Sherif Hoxha. Malet tona u shton zani, në komplekson të pahet nami. Qifteli e kange valle, mirë se u ka pru zotin valsit male. Burne shëmbeset, pushkët, fjalet, ka nga jote bashkon malet. Bashkon në valet dorë për dorë, me malësi e diaspor, jem krenar, se jem malësor. Oh,
fluturim. Shpërndan dritën për bashkim, brez pas brezi, trashëgim. Valja e parë, e kënga e parë, jam krenar, se jam shqiptar. Valde malsore, një nga perlat shoqërore të kulturës së Valles, unike, siç është Valja e Logut, ku vallëzojnë bukuritë e sjell shkollën nënvjeçare Prek Gjoni Bajs, performojnë Anteo Dragaj dhe Rena Harlicaj. Atëherë këtu kemi edhe dy nxënës nga shkolla Prek Gjoni Bajs, të cilët do të bëjnë valljen e tyre të Logut, Anteo Dragaj dhe Rena Harlicaj, që do të shoqërohet edhe nga shqiptari nga Tuzi, David Dujka, që do të shoqërojmë daullën e tij. Ninulla, këngën në navet tona, të cilat bashkë me qumshtin, lëngun e jetës, ushqyren të një dashurin për vendin dhe dëshiren që t'ju ngjajnë heronëve. Varisa Dreshaj e sjell sot një të tillë. Nina nana more bire, flej se gjumi të bën mire, trahatone, trupin biro ta pushone, po për kundon në djali, ti mu bafsho sokol mali, ti mu bafsho sokol mali, mos ja paqlak mi as kujte, urit shtjallar veni tuje, ti mu bafsho djalla zgane, u plak shpir në venin tëne, u plak shpir në venin tëne. Pas Ninullës kaq të bukur të sjell nga Varisa Dreshaj, vazhdojmë me valljen e shpatave, një tjetër dimension i kërshëtimit të epikes me liriken, po prap nga gjimnazi Sherif Hoxha Koplik.
Flamur interpreton Tesilda Curaj.
Instrumentale me çifteli, interpretuar nga Valeria Pepaj dhe Shtefan Ujkaj, mjeshtri i folklorit, studiues dhe koreograf, si dhe njohës e interpretues i spikatur instrumenteve tradicionale. Një performancë që pasuron vlerat autentike të trashëgimisë sonë kulturore. Gjimnazia Sherif Hoxha Kuplik. Një tjetër vogëlushe që përsjell bukur këngën tonë popullore, Kesi Pecaj, nga Shkolla e Vrakës, Zemra re për Shqipërinë. Madje lule,
sotës. Kënga Si Zog Shqipe vjen nga Risa dhe Ermela nga Gjimnazi Sherif Hoxha Koplik. Si zog Shqipen malën mbi male, kish falë Zoti këtë djale. Si zog Shqipen malën mbi male, kish falë Zoti këtë djale. Nga po vjen more
Nuk jam djalë për me u gorite, jam qunë mula pushk me qite. Ju goja më i vajza. Ta njëftojmë përfaqësuesin e organizatës The Door, Kastriot Vaci. Faleminderit shumë për këtë emocion kaq pozitiv dhe këtë energji kaq zakonshme që gjem këtu në Malsinë e Madhe, në Bashkinë Malsinë e Madhe. Faleminderit shumë bashkisë zotit Tunit për mbështetjen. Jam shumë krenar që vi me kokën në për arsye se këto talente që kena sot këtu në Snesh janë pikërisht ato pasuese, sikur e ka dhe emrin e vetë deri i sot, brez mas brezi. Pra, janë këta që po e qojnë këtë traditë të Malsisë Madhe përpara. Por kuptohet një vëmendje dhe një punë shumë e madhe është bërë nga mësuesit dhe nga mentuesit e këtyre grupeve artistike që janë pjesë këtu në shkollë, domethënë komplet sistemi arsimor Malsisë Madhe, për këtë të falenderosha shumë zyrën e Zevan e Bashkisë Malsinë e Madhe për mbështetjen, por njëkohësisht lejoni që në këtë moment të ndajmë disa të ftoj zotin Sulti Mezaj, kryetarin e Bashkisë Malsinë e Madhe, të ndihmojnë pak ose të kontribuojnë edhe ai duke ndarë disa mirënjohje që ne kena menduar si organizatorë të eventit të shpërndajmë për disa njerëz veçantë, të cilët meritojnë mirënjohje dhe vëmendje në këtë ditë veçantë. Para se fillojmë me shpërndarjen e mirënjohjeve, besoj se edhe si përfaqësuesit i Bashkisë Malsisë Madhe të më dy fjalë mirënjohje, para se të shpërndajmë do mirënjohje për gjithë këtë aktivitet siç po zhvillohet sot këtu në te lokal, pikërisht duke referuar edhe shprehjes trashëgim brez mas brezi. Edhe vërtet në Malsinë e Madhe avnon tradita, sepse pikërisht kemi gjithë këtë pjesë të ri, nxënës të shkollave, kemi gjithë talentet që janë në territorin e Bashkisë Malsisë Madhe, nga Via Vraç dhe deri në Vërmosh, të cilët e performojnë në së miri etnokulturën e Malsisë së Madhe. Mos harrojmë se së fundit nga organizata UNESCO u pranua dhe Lahuta e Malsisë Madhe. Sot Malsia e Madhe ka 3 evente kryesore të cilat janë të adresuar në UNESCO, Gjubleta, Transhumanca, pra shtetimi i baktive edhe Lahuta. Pikërisht nga puna një që ka bëhe Bashkia Malsisë Madhe dhe personalisht kryetari i Bashkisë zotit Toni Majnej, në bashkëpunim me organizatat e ndryshme dhe shkollat për t'i dhënë një hovë më cilësor etnokulturës në territorin e Bashkisë Malsisë Madhe. Dhe do të patentoj në veçanti organizatën The Door, me cilin kemi pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe pikërisht drejtuesin e kësaj organizate, Kastriot Vaci. Mirënjohje i jepet, unë do të thoshe e thjesht me Itacuri, por përsërish është ndërruar e cila për kontributit profesional në përkushtimin e veçantë në themellimin dhe zhvillimin e ansamblit tenor trashëgim brez pas brezi, si dhe për rolin e rëndësishëm në edukimin e trinjve me dashuri për trashëgimin kulturor të Malsisë së Madhe. Kjo ngjarje është realizuar në konflikt me datë 18/12/2025 nga organizata The Door me mbështetje financiare të Bashkisë Malsinë e Madhe, përfaqësuesi i bashkisë dhe përfaqësuesi i organizatës The Door. Jepet Helona Zenele. Profesoresha nga shkolla
Seksioni bajt, duhe. Në ndihmët e të mallit këngëtar, pavarësisht se mund të hënë pak edhe nana e gjakut dhe nuk duhet të ashtu, o malësi e malle, besoj se është për gjithë që jemi këtu, për gjithë malësinë e malle e tërë, e gjithë atë malësisë malle, është nësi ku shpërdan të certifikata në këtë digën që i këdoni malli Salimani. I jepet Shtjefen Ujke, mjeshtër i folklorit. Një këtem të cilin ka vite me cilin më njën dhe ka lanë shumë kontribut në etnokulturin e gjithë treve stonë malësi e malle, pavarësisht vjerës darës e kufitare. Are posë. Leoni që të ka një koment të shkurt, në fakt profesorë, se më kam qetë me qëtë profesor Shtjefli, edhe djali di Lavidi pa tjetër, kanë pas një rol dhe një prej shumë të rëndësishme në këtë aktivitet, masi herë maserit ka kanë kontribu në eventet që janë organizuar në Malësisë Madhe, shumë tek aktivitetet e tjera, por mënyrë të veçantë në Lepush, tek konkursi shumë i bukur domethënë që del pa bukuria e natyrës, po të logu i bjeshkve, bukuria qytetit, bukuria e vajzave të bukura shqiptare. Mirë po këtu roli i ishte dhe vëthanë shumë rëndësishëm në këtë event, sepse në qysh ditën e parë që i kina pa një ftesë për me kënd nesnesh, me bashkëpunu në këtë trup ka që të bukur njerëzish me njerëz me shpirt bukur, por edhe në këtë fëmijë ka që talentu dhe të rinë treja talentu. Ajo ka pranu me shumë klasi dhe ka kënd një shtys shumë e fortë që ne të vishim këtë ditë dhe me këto materiale ka që bukura. Falenderoj për shumë. Është privilegj, kënaqësi dhe obligim. Obligim përsa i përket moshës, ndoshta dhe eksperiencës. Është nësi kjo bukuri, kjo rini, ka si shëndosh, ka si preparuar, e apasionuar nga edukatorët, nga folkloristat e famshëm, për një vazhdimësi, për një vijimësi të etnokulturës tonë kombëtare. Konkretisht, për folklorin burimor të Malësisë Madhe apo të Malësisë mbi shkollës. Si shifet sot këtu, edhe me një organizim të frutshëm dhe të palëndshëm të organizatës të dorë, në bashkëpunim me bashkinë e me të gjithë këtu, u bani evenimenti mrekullueshëm, unë shoh këtu. Dirisht mund të shpalli se shpu, por shoh një ansambël të arshëm burimor folklorik të Malësisë mbi shkollës. Unë nga modestia ime dhe eksperjenca dhe që më shumë vullnet e pasion, do t'jam një ur i vogël apo një hamar në dham një kontribut këmirëfin në këtë drejtim. Si një instrumentim, me instrument aerofon popullor, si me kordofon, si me membranofon, të këtu djali, si me valle, me valësime, me stilizime të valleve të burimore, por parazitash me valle burimore, i cila është një thesar hala i pa eksponuar, ndoshta i udhëtuar, por jo mjaft i eksponuar në skenë, me gjithë ansambli i shtetit, qysh nga korifejt e babës ka marrë shumë elemente të fyra e të mrekullueshme të Malësisë mbi Shkodrës në të veriut, me të cilat kanë dominancë në festival prestigjos botëror të Dijonit me 1970 në Francë, ku edhe tash i shohim ato pamje groteske televizit dhe posturat koreografike të malësorëve dinitos. Edhe një diçka, mos e skuptoni se ndoshta munges modestie, por ju vetë një mikpritës atë ju keni fajnë këtë rast konkret. Këtu e kemi një korife paramerit. Jam shumë i emocionuar në vim do në sy. E kemi për tashminde i cili
që është në të momente dhe parat e festivaleve, ashtë kënë ajo shtylla e folklorit burimor, jo vetëm Malësisë një shkollës, veri, po të kombit shqiptarë, edhe faleminderit Perëndis, edhe bashkisë, krevetonin të zgjidhjet, edhe për tashit, sot u ban një ndresje e një gabimit të ndoshta apo shpejtësie të shpalljes ma parë të lahutës si vlerë e UNESCO-s, por tani shkollë lahuta në vend me duart e mjeshtrit, edhe unë për tashin si mocadar po ashtë edhe pak para me jetë, kështu që e trajtore e tua si vlau në plak, e shof si një pris, si një princ, i cili do të pri kësa ide të cilin e përkraki edhe presidenti Perëndeja Entus për avansimin e një projektit Mirfield, një dosje të valles së logut në UNESCO. Ju faleminderit për vëmendje, urime, gëzime e festa, paçi tonë jetën, ju familjarët, pasarësit, e gjithë kjo bukurini, gjithë kjo rini, ka që bukur, që është një garant për një vimësi të Mirfield etnokulturore drejt kulmit pjedestalit kulturor botëror. Ju faleminderit. Atëherë, duke na nxjerr profesori një sekret, pasi ne dushim ta leshim duke e dhënë drejt për drejt me njohjen një personalitetit e etnokulturës e në veçanti të Lahutës, si qash për dashnine mjeshtri i Lahutës. Duke dhënë një certifikat me njohje. Faleminderit për respektin. Gjithë pjesëmarrësve tonë dhe një falenderim shumë të madh për këtë aktivitet që u organizoi Kastrioti, në bashkëpunim me shkollat e mundësisë madhe dhe i përgjegjej shumë drejtuesit e mësuesit të gjitha shkollave që kanë bërë këtë punë kaq bukur, vështirë ta shtirni. Të thënë të drejtën, këtu është një ansambël i mundësisë madhe. Me të vërtetë krijohet një ansambël i shkëlqyeshëm i mundësisë madhe dhe ju uroj për punën e shkëlqyer që kanë bërë ta mësuesa. Ju sukses të tani. Me që jena tek kalimi i stafetës brez mas brezit, e kam rollen edhe knërsin për me njoft një djalë të ri që quhet Emanuel Suka, që është një nga nxënësit e zotit Pjetrash Niglaj, mjeshtrit Lahutës, e ftoj të skenë edhe atë. Ma pas të kemi rastin të adjekje, urime, faleminderit. Është shumë e rëndësishme që ta kalojmë stafetën brez mas brezit, sepse ne jena një popull unik, një popull që kena shumë vlera të trashëgimisë, edhe këto vlera jena edhe popull i vogël, t'i majmë fort, edhe t'i majmë zemrën tonë, t'i majmë jetën e përditshme, t'i praktikojmë sepse janë shumë rëndësishme. Tashti për efekt kohe, unë do të ftosha kryetarit. Atëherë, që i vazhdojmë me punë, japim profesoreshës Vera Draga një certifikat me njohje. Profesoreshë e palor, por edhe këshilltare që të kjesh kur ka probleme. Atëherë, është knatësi e madhe me punu me këta fëmijë të mrekullueshëm. Është me të vërtetë një punë që kërkon lodhje, kërkon përkushtim, por në fund kur i shes sa bukur dalin, kënaqet shpirti. Kështu që uroj ta çojnë brez bas brezit këtë trashëgimi kulturore dhe mos ta harrojnë asnjëherë. Kam drejtën kur banë takimin në shkollën e Bardhës, me drejtorin dhe me drejtoreshën e mësuesit. Më rajnë sy diçka, domethënë, këto kur shkohuni dhe i thashin donin me banë diçka të tillë në bashkinë, në mësisë madhe, kena menduar që ta organizojmë kështu. Këto ju qeshin sy dhe unë atë moment e kuptova që këta janë qeshur në gjithmonë,
por e kishin me shumë zemër edhe me shumë përkushtim punën. Po atë rastin me pa një program të jashtëzakonshëm, edhe shumë bukur me rastin e festave, cilin domethënë do ta komplimentoj në këtë moment, sepse a ditë s'ka ata mundësi, por kjo tregon punën në vazhdimsi të këtyre mësuesve pa lodhë. Edhe ju lutem autoriteteve lokale, drejtorave të shkollës, cilët janë shumë në rrugë, por janë një pozicion që ngaherë janë edhe pak të sforcuar për të marrë disa vendime. I mbështesin këta mësuesa, sepse këta mësuesa vinë më shumë nxënës në shkollë, vinë shvedhen, vinë arktim, vinë kulturë, vinë pikërisht kalimin brez mas brezit. Për vazhdu me mirënjohjen e fundit, po jo më pak të rëndësishme, vjen një mirënjohje për Valeria Pepaj. Mund të thoni ju pse. Sepse Valeria është e vetmja vajzë në gjimnazin, po jo vetëm gjimnazin Sherif Hoxha, por edhe ma gjanë që vjen Çiftelisë. Edhe na për këtë, në fakt i kena bërë një dhuratë, sot me mbështetjen e bashkisë, dhe kam kënaqësi që kam këtu në kryetarin e bashkisë, për t'i kaluar instrumentin e Çiftelisë, i cili është blej nga projekti, për t'i metë pikërisht shkollës, edhe kësaj vajze kaq të talentuar, e cila me të vërtetë na surprizoi në tingujt e Çiftelisë. Ku kena Çiftelin? Na mos na thoni se na kanë lidhur Çiftelin. Ja, e kanë. Ja, nuk ishte efekti vjavës, më falni, shkurta media. E kisha fjalën vjavë për diçka tjetër, kena bërë një lavut. Mirë po, problemi është sepse akoma nuk kena gjetë, domethënë kush do t'i bijë, kështu që detyrën prapë do t'ja kaloj Prertashit tek Nasi, që ta ndajnë, që ta kaloj brez mas brezit, pavarësisht se Prertashi ka pru Emanueli këtu, por do t'i japin një detyrë me ndërzu këtë instrument kaq të rëndësishëm, edhe do të ftojnë zyshmëri ka një dans, cili është Ftojmë Olsin. Bravo Olsin. Faleminderit, morëm një moment për të reflektu, për të falenderu për bashkinë Malësia Male, për të falenderu një zonjë që nuk është sot mes nesh Donika Velaj, e cila ka vu, domethënë, në planet e saj këtë aktivitet, i cili po më vjetë sot, gjithmonë në kujdesin e Zotit Tonin Marinen. Falenderojmë drejtuesit e shkollave, falenderojmë Zotin Kujtim që i kam këtu, Kujtim Lamti, drejtoresh gjimnazit. Falenderojmë fondit nga jega shkollore, por një gosisat e drejtor, falenderojmë gjithë drejtorët, falenderojmë gjithë mësuesit që i kanë punu çdo ditë, falenderojmë prindërit, se ato prindërit janë ata që i mbështesin fëmijët e tyre, pavarësisht se shpeshherë nuk i vjen rasti me dalë këtu. Ju falenderoj gjithëve, falenderoj gjithë këto talente të reja, ju uroj shumë suksese, edhe ju premtoj që sa kena fuqi do të bashkëpunojmë me shkollat, me bashki, me organizatat, me ministrin, në mënyrë që ta çojmë përpara këtë që Performancë me lahut, bashkimi i dy brezave në një këngë, në një instrument. Ky moment tregon se tradita nis që në hapat e parë të jetës. Prertash Nilaj, mjeshtër i madh, i dorëzon lahutën të riut Emanuel Suka, duke përcjellë një amanet kulturor nga brezi i vjetër te brezi i ri. Emanuel Suka dhe mjeshtri i madh Prertash Nilaj.
Bravo. Valja e bashkimit, si dëshirë dhe shenjë i bashkimit të trojeve tona jashtë kufimit fizik, për e njëjtave troje kulturore, nga Gjimnazia Sherif Hoxha Koplik.
Edhe kam kresin që miku të zotit drejtër kujtimit të jep një kresin me ndonë dy po thepini mirë njohje shumë maja për dy vajza, po të jap flesh, mas e mund, a dy mi do kompliment, të kena vajza, dy në njëse shumë simpatike, ti do të heqë për vajzën që kemi shkollën tanë, nërsa ftë i zyshen, Vera, të lutem zysh Vera, kemë dalë një mirë njohje për një vajzë shumë talentore cila ka ardhur në shkolla e juaj. Të dy janë me Isra. Atër, besoj që ky aktiviteti përmbushet gjitha prekshmërinë, nuk ishte se si të ndodhe ndryshe me këta zanës të mrekullueshëm, me këta mësuesa që punojnë në mënyrë të paloshme, dhe që je kuna që keq me ne drejtuesit dhe me edhe me atë drejtuesit që kena sikur nesh, por që falenderoj për fare. Falenderoj shumë dhe dorë, zotin Kastriot, për gjithë mbështetjen që po na jep. Gjithashtu, unë do të them diçka që sot ky titulli i aktivitetit trashëgimi i brez pas brezit, askush më mirë se ne mësuesit nuk e dim se sa na ndihmë se brezat kur i përcjellim ose sa të lumtur jemi se gjithmonë gabohemi sepse themi këta që kalojnë ishin më të mirë dhe gabohemi gjithmonë. Këta që janë më të mirë dhe gjithmonë vinë më të mirë. Unë i falenderoj shumë kam kënaqësinë që të një njohje ka dorëzoj Irsës, e cila është një zanse e mrekullueshme, nuk gjej qarë për ta përshkruar e kompletuar me të gjitha aspektet. Uroj vetëm të mira. Faleminderit edhe për mundësinë që na jep të marrim pjesë në të tilla aktivitete. Faleminderit. Duke uruar gjithë dhe krishtimje të vitin e ri, duke uruar shoqatën në dorë bashkë me Bashkimin Nacional për këtë organizim fantastik, kam nderin të jap një certifikat mirënjohje, të cilën e jap me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri për një vajzë që kemi vërtet fantastike. Pra në shkollë Sprek Gjoni Vajzë, është presidentja e shkollës, është vajza e cila merr pjesë në çdo aktivitet dhe kudo që merr pjesë shkëlqen. Prandaj kam nderin të jap titullin e mirënjohjes Isra Hysaj. Atëherë falenderoj shumë për këtë certifikat mirënjohjeje dhe dua t'ju falenderoj shumë që më bëhet pjesë në këtë event kaq të veçantë. Shumë falenderës, dzeni vend si shtëpi tuaj, hani pini, zoni edhe ktheni. Kastriot, mos ta fillojmë pa të marrë një intervistë. Falni, kena dhe një, kena harru gjavimis a I që punan edhe dabar. Por në gjitha dhe kur ka bon sens edhe gabimit harrohen dhe korrigjohen. Vazhdojnë që shbjera.